të ky rast, po deshka më u bin veç baba. Çfarë moshë është ai? Është i vjetër, as e di, e 50 që nështë Babës ti ja jap veç një javë fat. Këto sekuenca që i pat paraprakisht janë pjesë e një prej dëshmive se tani më i arrestuari Arjanis Llamniku mundohet që të bind një prind nga Franca përmes telefonit që ta fus në përdorim protokollin e propozuar nga ai, ku përfshihen barrat e kafshëve. Derisa bisedon me grua në fjalë nëna e fëmijës, atij shpjegohet se në fakt halli është tek prindi mashkull pra babai, i cili nuk bindet që ta fus fëmijën në kësoterapish. Biseda telefonike është bërë pak para se Arjanis Llamniku të niste deklarimin mbi çështjen e ngritur se me çka po i trajton ky fëmijët e spektrit autik, ku deklaron se në fakt ai i sherok autizmin. Aktivitet ky që aktivizoi më pas gjithë instancat shtetërore. Ndiqeni të plot këtë pjesë ku Llamniku flet në telefon me persona të cilët mund të kenë qenë më pas viktimat e tij. ju terapi, ju psikolog, tash as psikolog as coach, unë jam përmenda këtu. Baza që ai me zëfrikje, Po. janë me tole me korona është e kësaj, Po. dhe i tash, a nuk beshe një injeksin që për në bënë sot. Sakt. Drejtë në konë, A ki mundësiti, veç një punë me bo. Veç një punë na duhet me bo. Veç me i thonë ati zotnis me më thirë në telefon. Që kaq? Dhe që kaq? po mja për aja është një e bre, zotnja, janë e një partiti, që të që është pak me tjetërën, pak me drejtë. Çfarë moshë është ai? Është i vjetër, as e di, e 50 që nështë nuk Ai është shkoka i vjetër ai. E ka një farë dhe të qëndrime, ashtu se jo mjekësia, edhe sot mi besu mjekësisë në zdimo. Qashtë. Qa bone veti? Ai Po. mund të me konë edhe agresiv, edhe mund të ishte Vetëm, po, urdon. Për shembull, urtëro se kur edhe fëmija nuk toleron me thonë utraj. Qysh me minë edhe fëmijën ose akona i tip qetësuesi që ai Jo, s'ka shansa. Ja, nuk ka shansa. Nuk ka. Veç po te ky rast po deshka më u bin veç baba. valla si fillim po. Dhe tjerat kryhen krejt. Unë babës ti ja jap veç një javë fat. Veç një javë fat e kajt me mu. Mrena javës, ai e shef rezultatin. Edhe tani, edhe baba, shka do që kom i thonë, ka me pranu. A me desh jaknën, a me shpërfetua? Qështu? Qështu? Okej. Po, se jam nëzon jam në intervist me gazetar. Hajde. Hajde më thirë ma vonë, mas një orë ose dy. Hajde. Pra është edhe e faktuar se si dyshuari për veprat penale, eksperimentet e kundërligjshme mjekësore dhe testimi i barrave dhe ushtrimi kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike mundohet të fitoj edhe një pacient më tepër e që nga ai më pas të përfitoj mijëra euro. Në bazë të prindërve që na kishin kontaktuar edhe më parë, Llamniku ka kosto për të trajtuar tek ai, duke filluar nga 1.500, 2.000 e deri në 4.000 euro, pra varësisht nga rasti që ajo cilësonte si më i rënd apo më i lehtë për të trajtuar, siç bënte ai me dheun vulkanik e barrat e kafshëve. Arjanis Llamniku, pas raportimit ton të dielën, u arrestua nga policia e Kosovës, ju mbyll zyra e tij e konsulencave në Gjilan, e po ashtu u bastis edhe lokacioni nga ku dyshohet që zhvillonte veprimtarinë e tij, e ku konfiskua një sër barrash dhe disa armë me leje. E në koordinim me të gjitha institucionet shtetërore dhe administratat tatimore e Kosovës, në një përgjigje të dhënë për lajmin net, ka thënë se janë në monitorim të subjektit në fjalë, saktësisht të Arjanis Llamnikut dhe veprimtarive të tij.